qeveri tranzicioni, fillimisht? Unë shoh pak më ndryshe dhe Noli shprehu një farë çuditje për çfarë tranzicioni flasëm, dhe çfarë situatësh, jo pikërisht LDK-ja besoj edhe mendoj që e menon tranzicionin cili është. Në këtë propozim ka hile, në kuptimin që për shkak të historisë që ka pas në vitet e fundit me vetëvendosjen, është problem të ofrohet një qeveri e tranzicionit të themin tojza, kish me i ndihmu shumë LDK-s me u afru me vetëvendosjen edhe që në qeverin pastaj të mandatit plot me bashkëqeverisë. Këtë kuptim e shoh është një qasje strategjike e LDK-s për me shku fshehu razi, me u afru LDK-s, në fakt vetëvendosjes, me që nëse e thot troqtash, është shumë problem me elektoratën dhe çfarë bëj pastaj pas një viti në rast se ka zgjedhje ose mund të jenë zgjedhjet edhe më herët. Këtë po shpjegon si një strategji e menduar për një periudhë më afat gjatë. A bazone? Absolutisht për zgjedhjes së presidentës, varsisht. Po pikrisht kjo është edhe në letrën e Kurtit, aty flitet për një, thot nëse ne tash nuk e bëjmë qeverin bashk, atëherë prapë kemi me ullë pas zgjedhjeve dhe me diskutu dhe zoti Kurti e thekson që nuk është interesuar të bashkëqeverisë me PDK-n. Kështu që Kurti edhe në letrën adresuar Abdi Xhikut në një farë forme i qënë dur të naltë dhe thotë që nuk e pretendoj gjysmen e elektoratit që kish me ma garantu atë mundësin me bo vetë, por që edhe pas zgjedhjeve kemi me ullë bashkë me diskutu për një qeveri. Kështu që unë këtë kuptim e shoh si një qasje strategjike për me ju afru vetëvendosjes, më që aktualisht ka një polarizim të skajshëm. Është propozim që jo vështirë i realizueshëm, po nuk realizohet. LDK-ja e ka në dorë mundësin me bo qeverin, po ja ofron mundësin vetëvendosja, po e refuzon. Sa kohë ka që dy parti tjera, PDK-ja edhe AK-ja, thonë që hajde bëhemi bashk edhe e bëjmë qeverin pa vetëvendosjen, edhe këtu LDK-ja nuk do. Kështu që ky është problemi i saj, është për keqardhjet që sot prej spektrit kryesor politik, prej forcave kryesore politike, LDK-ja po shihet si subjekti që e mban bllokuar situatën. Pikërisht për shkak të kësaj qasjes që e ka në raport me dyja kampet. Fundja, edhe në fushatën zgjedhore, eksponent të LDK-s kanë qenë më të zëshmit, të thonë mos na identifikoni me blokun tjetër, me parti tjera. Ne si jemi blok opozitar, ne jemi të ndryshëm nga të tjerët. Kjo e ndryshme, realisht i ka dhonë këso pozicioni në këtë situatë, edhe realisht jo pa arsye njerëz sot bojnë me gisht dhe shohin si subjekt që po e blokon zgjidhjen. S'po du me ndërprejë, po besoj që nuk ka me ndërprejë në jo me që po ndërhyrë s'po du me ndërprejë. Prej kur kanë përfundu zgjedhjet, është një farë dëshirë e arzakonshme e njerëzve ose edhe votuesve edhe njerëzit vetëvendosin që me LDK-n me po. Se LDK-n e shohin dyqysh si një edhe fatkeqësisht prej vdekjes Turgovës tek nena, të gjitha partitë politike, LDK-n e kanë pasur si një lloj viktime që e marrin, e shtin mrena, e sakatosin edhe në fund janë të gatshëm i hub çdo palë zgjedhje me hub votat. Në letrën e Kurtit, nëse e lexoni mirë, prej paragrafit parë, tregon që as nuk ka sinqeritet, as nuk ka besim, e as nuk ofron partneritet çfarë ish dasht me ka ose çfarë ule. Po folje ju, ato mrien në negociata. Jo, nuk mrien negociata. Se cili pozicionim. Letra është për me fol me publikun, jo me LDK. Kjo është, apo dënë me ta lexu edhe ajo ka mund tjetë hiqë e si qertë. Do këtë që është. Është
element me lu lojën që të Që stot. ka më dërprejme. Po që dërbreve, jo, nëse... Jo, thasha, vere se do me Ideja është që kështu, LDK-ja nuk është pateric. LDK-n e ka pru, qasja e vetë e ka këty në pateric. Që e ka tregu historikisht gati prej mas luftës, prej zgjedhjeve të para, kur e ka qu postën e kryeministrit tjetër kund, pasaj në zgjedhje dyta kur ja ka dhonë partisë tret postën e kryeministrit, pozicioni i saj ma dje ka nga edhe për pushtet, go mos harroni, në Gërçet janë pa edhe si mundësi për pazare dhe me rrit pazarin. Mos ma bëni viktim LDK-n, kur e dim që në 2014 për 7 muja sa zgjatin Gërçi, ju do në fund blokut edhe ju bashku PDK-s për post kryeministri. Nuk është bashkë viktim që shqysh po dhoni. I kanë kushtu, asë atër nuk u kohë gaq me te, dhe njën ka presionet e noja, presionet ndërkombëtare. Presionet e mdoja. Nëse bojna një analizë për LDK-n, subjekt politike si ju bën në presionet. Edhe në pajtona, për dy kanë vështrime, mund është me këshyrë LDK-n. Mund është edhe me bon një analizë që LDK-ja kanë erë i ka kushtu jashtëzakonisht shumë për shkak se nuk u ka shumë populiste sikur parti tjera. Në momentet caktune, LDK-ja është dëshmu që nuk kom naj, si themi, nuk kom naj simpati, naj mbështetje që ja bëj. Por, në këtë rast, Albin Kurti edhe njëherë e shë ma shumë me viktimizu në elektorat, se so që ka sinceritet në qatë letër që ju ka drejtu Lumira Politikë për sinceritet. Nuk puna e full për sinceritet, po ajo po duket që është rrejnë shqyqore. Një partner me bashkë qeverisë për 4 vite, ti të pak të me pas një nivel të sinceriteti, se që shmë dëmë me ndërtu institucionet. Jo, deshta me spjegu që ti gjoni çdo paragraf, e gjon mund është me ledzu që ka hile mrana saj. Kur i drejtuat mas pare nuk i thot, e qyshe interpreton tash propozimin e LDK-s, propozimin e LDK-s kur dy subjekte tjera po thonë, hajde bojmë qeverin pa vetëvendosin, LDK po thot, jo, do të edhe vetëvendosja mrana. Munges guximi. Çka është kjo varpune? Munges guximi.